Çfarë përfiton njeriu në fund nga agjërimi duke u nisur dhe nga eksperienca personale? Agjërimi është obligimi veçantë. Qëllimi është që të arrihet devotshmëria, dashuria sa më e lartë ndaj krijuesit, që e ka kriju edhe këtë botë edhe tjetrën. Ajo është zhvillim shpirtënor, që është konstant, edhe të jep rezultate sa më të mira, edhe sa më shumë që të je shpirtërisht i zhvilluar, do të jesh edhe mentalisht i zhvilluar, po edhe fizikisht, gjithsesi ne lëvizjet i kryjmë me muskuj, po me dirigjim të energjisë shpirtënore. Sporti e zhvillon shpirtin, e zhvillon mendjen edhe muskulaturën, domethënë tërsi. Prandaj nga ajo është qelës që për me ecë përpara sportistin në kuptimin cilësor, duhet patjetër ta xhiroj, se është faktori më dominant në ekzistencën edhe në esencën e njeriut. Nuk ka lëvizje pa shpirt. Energjia shpirtënore të fut në lëvizje. Nuk ka lëvizje cilësore, nuk ka taktik të mirë, teknik të mirë, lojë të mirë, teknik të lojës e shumë të tjera pa zhvillim shpirtënor. Prandaj sa më tepër shpirti i zhvilluar, loja ka me të qenë shumë më produktive. Këtu është qëllimi që agjërimi, devotshmëria, sporti, materia, shpirti, krejt janë në kompleksive. Prandaj është qelës që sporti me ecë shumë në nivel të lartë, me qenë shpirtërisht i zhvilluar. Kuptimin e një vetë dominimi që ai udhëheq e din që e ka mbikëqyrjen nga fuqia e Perëndisë, nga Zoti i krijuar.